Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Atë ka arritur ty lajmi për fatkeqësinë e kaprueshme të kiametit. Atë ka ardhur lajmi për katastrofën gjithëpërfshirëse. Allahu i lartësuar përshkrua në këtë sure disa nga situatat dhe gjendjet e tmerrshme të ditës së gjykimit. Ajo ditë do të përfshijë me vështirësitë e saj të gjitha krijesat. Të gjithë do të shpërblehen sipas veprave që kanë bërë dhe do të ndahen në dy grupe të mëdha, një grup për në xhenet dhe një grup për në zjarrin e ndezur. I madhruari jep cilësitë dhe veçoritë e secilit grup. Në fillim, duke përshkruar banorët e zjarrit, i madhruari thotë: "Atë ditë fytyrat e të këqinjve janë të dëshpëruara. Atë ditë që fytyrat e të mëruara, të lodhura e të raskapitura. Në ditën e gjykimit do të ketë fytyra, të cilat Zoti i përshkruan me dy cilësi, së pari, ato do të jenë të tmerruara dhe të dërmuara nga poshtërimi, turpi dhe nënçmimi. Së dyti, ato do të jenë të lodhura dhe të raskapitura nga ndëshkimi. Lodhja dhe vuajtja do të mbërthehen në fytyrat e tyre, të cilat do të mbulohen nga zjarri përvelus." Ky ishte njëri nga mendimet e komentuesve të Kuranit rreth kuptimeve të këtij ajeti. Të tjerë shpjegojnë se ditën e gjykimit do të ketë fytyra që, edhe pse në jetën e dinjas janë përpjekur e lodhur me adhurime të shumta, ato do të jenë përsëri të tmerruara dhe të poshtëruara, sepse atyre do t'u mungojë kushti i domosdoshëm që i bën adhurime të pranueshme dhe të shpërblyeshme nga Zoti, imani i saktë dhe i drejtë. Për këtë arsye, veprat dhe adhurimet e tyre do të shndërrohen e pluhur. Shpjegimi i dytë, edhe pse mund të jetë i saktë nga ana e kuptimit, nuk mund të thuhet se mbështetet nga konteksti. Prandaj mendimi më i saktë, madje i padiskutueshëm, është ai i pari. Këtë përforcon edhe fakti se qëllimi i këtyre ajeteve është një përshkrim i përgjithshëm i gjendjes së banorëve të zjarrit. Kufizimi i këtij përshkrimi vetëm për një kategori të caktuar nuk ka mbështetje në fakte. Në këtë mënyrë, ai do të vlente vetëm për një pjesë të vogël të banorëve të zjarrit. Nga ana tjetër, saktësinë e mendimit të parë e mbështet edhe fakti se këto ajete flasin thjesht për gjendjen e njerëzve në momentin kur ata i përfshin tmerria asaj dite, pa cilësuar ndonjë gjë prej jetës së tyre në dynja. Me punë të vështira e të raskapitura. O tefsiru sure El, Gashie, ajet 2. Në zjarr të fortë do të digjen. Ata do hyjnë në një zjarr të ndezur fort. Atyre u jepet të pinë prej një uji të val. Zjarri ka nxehtësi të madhe dhe i përfshin brenda tij. Edhe uji që do t'u jepet është i vjuar. I lartësuari thot në surën El-Kehf: "Ne kemi përgatitur një zjarr muret të cilit do t'i rrethojnë ata, e nëse kërkojnë shpëtim, do t'u jepet ujë i nxehtë si bakër i shkrirë që do t'ua përveloj fytyrën. Sa e tmeshme është ajo pije. Sa vend i keq është ai." El-Kehf 29. Ndërsa për sa i përket ushqimit të tyre, i madhruari thot: "E do të pinë nga burimet e vluara." O tefsiru sure El, Gashie, ajet 4. Kur tjetër ushqim për ta nuk do të ketë përpos therave. Ata nuk kanë ushqim tjetër, veç një ferihen muse, e cila nuk jep fuqi, as nuk largon uri. Funksioni i ushqimit është ose largimi i urisë dhe vuajtjes që ajo krijon, ose forcimi i trupit dhe ruajtja e tij nga dobësimi. Asnjë prej këtyre nuk ekziston tek ushqimi i banorëve të xhehenemit, pasi ai është një ushqim të jetë i pështirë, i hidhur dhe i urryer. E lutim Allahun e madhëruar të na ruajë nga kjo e keqe. Ndërsa banorët e xhenetit meritojnë tjetër shpërblim. E ky ushqim as nuk do t'i trashë as nuk do t'i ngop nga uria. O tefsiru sure El, Gashie, ajet 6. Atë ditë, fytyrat e disave besimtarëve do të jenë të gëzuara. Atë ditë që i fytyrat të ndryshme, të cilat janë të kënaqura për veprat e veta. Fytyrat e fatrumve do të jenë të së ëndrishme dhe të lumtura. Kënaqësitë dhe lumturia e papërshkrueshme që i ka pushtuar duke qartë në shkëlqimin e fytyrave dhe trupave të tyre. Ata do të jenë të kënaqur për veprat e mira që kanë kryer në dynja, si adhurim ndaj Zotit dhe si bamirësi ndaj robërve të Zotit. Ata do të jenë të kënaqur sepse shpërblimi i përgatitur për ta është i madh dhe i mrekullueshëm. Ata do të kenë në xhenet gjithçka që dëshirojnë. Të kënaqura për punë të bëra. O tefsiru sure El, Gashie, ajet 8. Të vendosura në kopshin madhështor. Në xhenetet e larta, ku nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme. Ata do të jenë në kopshte me të gjitha llojet e mirësive, në lartësitë e lijen ëve. Banesat e tyre janë të larta, me dhoma të ndërtuara njëra mbi tjetrën, prej të cilave ata kundrojnë të lumtur mirësi që Zoti u ka dhuruar. Në xhenet nuk dëgjohen kur fjalë të kota dhe të padobishme, e as më pak fjalë të ndaluara dhe të keqia. Fjalët që do të flasin e dëgjojnë do të jenë të mira, të bukura dhe të dobishme, siç është kujtimi i Zotit dhe i mirësive me të cilat ai ka begatuar. Ata do të kënaqen me bisedat mes tyre, në zemër e në shpirt, me të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe. O tefsiru sure El, Gashie, ajet 10. Në të kaburime ujë, rrjedhse. Aty kaburime që rrjedhin.
Ata kanë fronat e lartë, kupat e përgatitura, për të pirë jashtë të renditur për mbështetja dhe qëllima të shtruar. Në gjenet ka krojet e shumta që burojnë dhe gurgullojnë sa herë që banorët e tij e dëshirojnë një gjë të tillë, si ta dëshirojnë dhe ku ta dëshirojnë. Atje ka shtretër të vendosur në vendet e larta dhe të stolisë së bukur, me shtroje të buta dhe të reashme. Banorëve do t'u shërbejnë kupat e mbushura me pije të shijshme dhe të këndshme që do të vendosen më para tyre për t'i marrë dhe shijuar. Ato pije janë përgatitur në kas për ta dhe shërbejnë nga djelmosha të përjetshëm, që vërtiten dhe shërbejnë mes tyre. Atje do të kenë jastëk të renditur, të vendosur për t'u rehatuar, jastëk prej mendafshije prej materialisht të tjera, që vetëm Zoti i di. Ata janë të sistemuar, pa pasur nevojë që besimtarët ta bëjnë këtë vetë. Vendet ku ata qëndrojnë janë të shtruar me qëllima të mrekullueshëm, që mbushin çdo cepam. Në të ka divane të çmueshme. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 12, dhe kupat e përgatitura. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 12, dhe jastëk të renditur. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 12, e shumë qëllima të shtruar. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 12, vallë, a nuk shohin ata se si është krijuar devja? A nuk i shikojnë të vetë se si janë krijuar, qiellin se si është ngritur lart, malet se si janë vendosur dhe tokën se si është shtruar? Ajeti u drejtohet këto atyre që nuk besojnë profetin e Allahut, por dhe të tjerëve që të meditojnë rreth krijesave të Allahut të madhëruar, të cilat dëshmojnë për njohurinë e tij. A nuk e shohin ata mrekullinë e krijimin e devës, e cila është bërë që të përballojë vështirësitë e mëdha dhe të kryejë njeriu çërbime shumë të vyra dhe të veçanta? A nuk i veshtrojnë ata malet se si janë vendosur dhe çfarë roli luajnë? Allahu i ka bërë malet stabilizues të tokës dhe fiksues të saj, që ajo të mos tronditet dhe lëkundet. Jo vetëm kaq, por brenda tyre Allahu i madhëruar ka vendosur thesare dhe mirësi të shumta për njerëzit. A nuk e shohin ata tokën se si është shtrirë dhe sheshuar? Ajo është përshtatur me së miri për njerëzit, të cilët qëndrojnë lehtësisht mbi të, e punojnë dhe e mbjellin atë, ndërtojnë mbi të, lëvizin nëpër rrugët e saj për të arritur qëllimet e tyre. Fakti që toka është e sheshuar dhe e shtruar nuk kundërshton faktin tjetër që ajo është e rrumbullakët me gjithësinë vërtetuesaj. Për këtë tregojnë argumente tradicionale, logjike, shqisore dhe të dëshmuara. Shumica e njerëzve e njohin dhe e pranojnë këtë fakt, sidomos në këtë kohë kur njeriu ka arritur të hulumtojë çdo cep të globit nëpërmjet mundësive të lehtësuara nga Zoti i madhëruar. Nëse do të bëjë fjalë për ndonjë trup të vogël të vrumbullakët, vërtetësia e tij do të ndryshonte formën, por kur bëhet fjalë për madhësinë e tokës, ajo është e shtrirë, e sheshtë dhe e lehtë për t'u shfrytzuar, edhe pse në të njëjtën kohë është e vrumbullakët. E si është ngritur qielli? U tefsiru sure El, Kashie, ajet 17, dhe si janë vendosur malet. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 17, dhe si është shtrirë toka. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 17, ti këshillon njerëzit, se ti je vetëm këshillues. Ti këshillo, sepse je vetëm një kujtues dhe nuk je kontrollues i tyre. Kuptimi, kujto, qorto, këshillo, përgëzo dhe kërceno. Ti je dërguar në botë për t'i ftuar krijesat në adhurimin e Allahut si një vetëm dhe që t'u kujtosh atyre shpërblimin dhe ndëshkimin e tij. Ti nuk je kontrollues i tyre, që të mund t'i detyrosh të besojnë dhe as përgjegjës për veprat e tyre. Nëse kryen detyrën tënde, atëherë ti nuk je përgjegjës për çfarë bëjnë ata. Kjo i ngjan fjalës së Allahut të lartësuar në surën Kaf. Ne e dim shumë mirë se çfarë thonë ata, ndërsa ti nuk mund t'i detyrosh dot. Ti kujto me këtë Kur'an atë që i druhet kërcënimit tim. Kaf 45. Ti nuk je mbi ta imponues sundus. U tefsiru sure El, Bashie, ajet 21. Përveç atyre që shmangen dhe nuk besojnë. Ai që sprapset e nuk beson, Allahu do ta dënojë me vuajtje të mëdha. Por ata të cilët i kthejnë shpinën bindjes ndaj Zotit dhe e mohojnë atë, ata do të kenë dëshkim të rënd, të madh dhe të vazhdueshëm. Askush nuk mund t'i shpëtojë llogarisë së Allahut, sepse ata, Perëndia do t'i dënojë me mundimet më të mëdha. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 23. Ata, me të vërtetë, do të kthehen te ne. Pa dyshim, tek ne është kthimi i tyre, dhe pa dyshim, nga ne është gjykimi i tyre. Të gjitha krijesat do të kthehen te krijuesi i tyre në ditën e gjykimit. Ai është i vetmi që do të gjykojë me drejtësi mbi ta për veprat e tyre dhe do t'i shpërblejë ata me drejtësinë dhe bamirësinë e tij. Dhe, me të vërtetë, do të japin llogari para nesh. U tefsiru sure El, Kashie, ajet 25.